petka për dimër, pjesa e tretë tani. Pasi e kemi zënë brumin edhe kemi përgatitur, duhet ta ndajmë ta bëjmë në pjesë të vogla. Siç shikoni e presim me gërshër. Gërshëra është vetëm për gatime, nuk është për rroba, ndaj ja mos filloni, ju kam shumë xhan. Edhe tani, siç shikoni, do shumë miell që të punohet ky brumi, që të mos ngjitet në duar, por nuk duhet të bëhet edhe shumë i fortë se pastaj ja mezi hapen petët. Që kështu që thoni, i hapin të gjithë, i presin, i rregullojnë me miell, që t'i bëjnë kështu, edhe tani, se kuptohet që do shumë kohë që të hapet të gjithë ky brumë, të mos na thahen, për të mos na thahen, duhet i mbulojmë me këto peceta të cilat janë të lagura. Edhe këto e kujdesin brumin që të mos na thahet, edhe do ta hapim kur t'i vijë radha. Kështu e përgatitim brumin tani deri në këtë fazë. Në videon tjetër do t'u tregoj se sa le të hapet, edhe si bëhen petat, edhe si i ndërim jashtë në diell.